zotrin ambasador, ekselencë në respektuar, zoti ambasador dëgjova në shumë momente prezantimin tuaj. Uroj që Italia dinjitetshëm dhe me drejtësi të kryeson me Këshillin e Bashkimit Evropian në periudhën korrigjetor 2014. Në përmenda drejtësi, sepse këtu në Maqedoni, për parë të kësaj qeverie, drejtësia është pa drejtësi. Dhe në një vend ku drejtësia është pa drejtësi, nuk ecet në zhvillimin e demokracisë dhe nuk ka sundim të ligjit. Nëse nuk u pëlqen detyrët të qeverisë, e veçanti detyrët të BE-s, të thuhet kjo gjë, ose kjo është e vërtetë. Nuk u vjen mirë se gjoja këta duan të na integrojnë në Bashkimin Evropian. Eurointegrimet ju shërbejnë si alibi për çdo tradhtim që bëjnë dhe nuk dëvon që dikush të thotë në program se nuk ka drejtësi në Maqedoni. Në veçanti se nuk ka drejtësi për shqiptarët në Maqedoni. Po të nuk e themi vetëm ne. Po e fort populli këtë. E thonë 1 milion shqiptarë më tej. Ne nuk kanë rëndësi ato që ka BE mundohet të fshehin në kuponin e qeverisë. Për shkak të gjykatave jo të pavarura, të politizuar, të korruptuar, për shkak pjesës të drejtësisë, pjesës tjetër të drejtësisë, përfshirë këtu edhe Ministrinë e Drejtësisë, që në 2 mandate udhëhiqen me 2 ministra të ndryshëm nga BE, ekziston një valë pakënaqësie të shqiptarëve. Zihen në popull, zemrim, sepse drejtësia me cilën udhëheq BE lëndon dhe bret shpirtra njerëzish të zhgënjur që në dyert e gjykatave hyjnë jo as për të gjykuar, por për ta mallkuar ata vetë drejtësinë e kushtit të shërbet. Gjykatat janë shndruar në vrasjes të drejtësisë dhe aspiratës e qytetarëve për të gjykuar të lirë dhe të drejtë. Drejtësi perverse që vret, gjyqtar pervers, me prokuror pervers, me parti perverse, me ministra të drejtësisë pervers që njëri rritë të vetëm në diskongrome, a tjetëri cinik thot ankon. Dhe një sistem i sofistikuar prej mashtruesisht të opinionit, hajnash dhe kriminal. Nuk është vetëm rasti i fundit, Moskë, ku dënuan 6 shqiptarë pa dëshmi. Por në Moskë në mbush kupolla. Dënuan 6 shqiptarë me burg përjetshëm. Dhe tani, me të drejtë, i kemi qytetarët shqiptarë që protestojnë. Dhe është edhe më shqetësuese, sepse edhe kjo e drejtë e protestës, atyre ju mohohet. Dhuna që ushtrohet dhe protestuesve, na shqetëson të masë. Nuk kemi ende informata sa janë të arrestuar, sa janë të lënduar, dhe sa shtëpi janë të bastisur. Nuk është vetëm rasti Mostra, ka me qindra raste të padrejtësisë në mijëra të burgosur. Shqiptarët vetëm në Burgj i ketë të përfaqësuar me mbi 90%. Kjo flet qartë se për shqiptarët në këtë shtet nuk ka drejtësi. Keqja më e madhe në këtë rast, se me drejtësi udhëheqin shqiptarët. BE. Nderuar ekselencë ambasador, ne jemi për integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Mirë po fatkeqësisht, kjo status quo-ja që mbretëron në Maqedoni viteve të fundit, kjo qeveri e shfrytëzon si stre, ku njëra parti ndërton një politikë nacionaliste, a tjetra politikë tradhtare dhe kombit vetë, dhe kretë këto i shërbejnë për përfitime personale dhe planore. Dhe jetë që është me keqja, kështë përdoret, sepse gjithë shka bëhet me emër të eurointegrimit. Është absurde, po fatkeqësisht, integrimet nga kjo qeveri shfrytëzohen si alibi për gjitha politikat e mbrapshme.
ku si pasojë e këtyre politikave gjithmonë goditën shqiptarë. Situata është e papërballueshme. Andaj besoj dhe kërkoj edhe nga ju të ndërhini dhe të ndihmoni në pjesën që ju takon, që punët të ecin në drejtimin e kthehen dhe të ecin në drejtimin e duhur. Kjo gjë natyrisht se mund të bëhet, po jo me këtë qeveri për mashtuesish, fajnash dhe kriminal. Ka dhe për plot sfera tjera ku çalon këtë qeveri. S'ka nevojë ndoshta të elaboron, sepse aty ku drejtësia shndrohet në padrejtësi dhe në diskriminim, i nënkupton pastaj edhe gjitha sferat tjera, si në ekonomi, arsim, kulturë e kështu me radhë. E në veçanti, diskriminimin brutal që e kemi ndaj shqiptarëve. Mungojnë të drejtat elementare të shqiptarëve. Gjua shqipe është lartë zyrtarizimit. Nga gënjejmë 10 vite se të takojnë zyrtare që në Shqipë. A në fund, thonë se nuk dhe të zyrtarizojnë për hirë të bashkimit Evropian. S'kam dëgju asë njerë se bashkimi Evropian në qenë ka pengesë për zyrtarizimin e gjuhës Shqipë. Kështu në e thot lideri Bëdis. Natyrisht, a i gënjejmë, sepse çdo avancimi të drejtave, i them, i të drejtave, është lejen evropiane. Dhe marrë shembull për plot në Bashkimin Evropian. Mos t'i marrë Belgjikën dhe Zvicrën, ja Finlandën, me 2% svedes, gjua svedeze është zyrtare. Apo vende tjetër, Kosovë, me 1% serb, gjua serb është zyrtare. Apo Qipron, gjua turqe që është zyrtare. Diskriminimin ekonomik, skandalos. Shqiptarët në mënyrën më të egër eksploatohen. Nuk investohet asgjë në përmanimit shqiptare, ata kështu ditë bankrohen. Si mund të thuhet se ekziston hapësirë demokratike ku shoqërisë në Maqedoni i mungon debat. I mungojnë mediumet e pavarura dhe të lira. Gati se këta nuk ekzistojnë. Gati se nuk ekziston edhe shoqëria civile. Edhe ato pak që janë në kontroll të partive të qeverisë. Mos flas për sfera tjera, kulturë, për pajësim të drejtë e kështu me radhë. Dhe në fund, dëgjuam me të tjerë paraporsit të kemi, ndrohet drejtori ekselent, ambasador, në këtë kamuflaz prej sharmit që tentohet që shitët nga me shumicës parlamentare, mos harroni shihet krimi, korrupsioni, diskriminimi në baza etnike dhe partizimi i tërësisht. Jo rasisht, Maqedonia është në këndgjendje si shtet në rrugën në Bashkimin Evropian. Dhe këto konstatime nuk i theme shumë, po dalin në raport progresi i Bashkimit Evropian për Maqedoni, duhet se Maqedonia tani nuk ka probleme serioze me kriteret bazë të Kopenhagës, pra me bazat e demokracisë. Dhe njerë dojë shumë sukses Italisë,